Të nderuar antar, të nderuar delegat, i nderuar kryetar i rizgjedhur i Partisë Demokratike të Shqipërisë, profesor doktor Sali Berisha. Gati 4 vite më parë, askush nuk ta kishte besuar atë që po përjetojmë sot. Pak kush do të kishte besuar se Partia Demokratike e goditur nga të gjitha anët, e shpallur e vdekur nga propaganda, e izoluar nga lobimet të pista dhe e sulmuar nga një makineri e tërë shtetërore, jo vetëm që do të mbijetonte, por do të ringrihej më e fortë, më e bashkuar dhe më e vendosur se kur. Ne vendosëm të ndahemi nga një parti e cila përfaqësonte çdo gjë përveç se interesave të demokratëve. Vendosëm të nisim një rrugtim të ri, atë rrugtim që na ka sjell sot këtu. Sepse ne besuam dhe vazhdojmë të besojmë se një Shqipëri pa opozitë është një Shqipëri e tradhtuar. Tek ndiqja këto ditë fushatën e kandidatëve për këshill kombëtar, nuk mund të mos ndjeja krenari. Shumë prej tyre mund ta meritojnë vendin pa asnjë diskutim, por sërish po kërkojnë votën. A nuk është kjo demokracia? A nuk është kjo betejë që nisëm 4 vite më parë? Jo emrime, jo tarafe, jo pazare, por votë, meritokraci dhe garë. Ata që kanë shkatruar zgjedhjet brenda partive të tyre na drejtojnë gishtin neve, pikërisht neve që kemi bërë Partinë Demokratike tempullin e votës së lirë. Asaj votës së cilës i nënshtrohet i pari kryetari i partisë e deri te kryetari i seksionit. Por betejë jonë nuk ishte vetëm për Partinë Demokratike, ishte për ekzistencën e opozitës në Shqipëri, sepse për vite me radhë nuk u përpoqën të na mundnin politikisht, u përpoqën të na asgjësonin. Vunë në funksion të këtij projekti të gjithë mekanizmin e partisë shtet, administratën, patronazhimin, paratë e korrupsionit, paratë e organizatave kriminale, lobimet e pista, presionin mbi qytetarët dhe prokurorë gjyqtar politik. Dhe madje nuk hezituan të ndërmerrnin aktin më ekstrem në historinë e pluralizmit shqiptar, izolimin dhe arrestimin politik të liderit të opozitës një vit para zgjedhjeve, me shpresën se duke goditur Sali Berishën do shkatronin Partinë Demokratike. Por dështuan sepse nuk kuptuan një gjë. Partia Demokratike nuk është një vul, nuk është një godin, nuk është një zyrë. Partia Demokratike është bindja e qindra mijëra shqiptarëve se liria vlen më shumë se frika. Prandaj sot Partia Demokratike është në këmbë. Dhe jo vetëm në këmbë. Sot Partia Demokratike është shpresa e vetme reale drejt së cilës kanë drejtuar sytë shqiptare që kërkojnë ndryshimin. Madje sot jemi më të fortë se vite më parë, sepse kemi thyer izolimin që u përpoqën të na impononin. Ata menduan se përmes lobimeve të tipit McGonigal do të izolonin Partinë Demokratike nga aleatët e saj natyral, por ndodhi e kundërta. Sot, familjet më të mëdha politike të qendrës së djathtë në Europë dhe në botë flasin hapur për problemet e demokracisë në Shqipëri. Miqtë tanë tradicional, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe aleatët tanë në Europë nuk gjykojnë opozitën pse denoncon problemet e vendit. Ata kërkojnë standarde demokratike, kërkojnë zgjedhje të lira, kërkojnë shtet ligjor, kërkojnë institucione që t'i shërbejnë qytetarëve dhe jo pushtetit. Rezolutat e miratuara nga organizatat më të rëndësishme të qendrës së djathtë europiane, si dhe OSBE, SBA, kanë ngritur shqetësime serioze për gjendjen e demokracisë në Shqipëri, për ndikrimin e krimit të organizuar, për kapjen e institucioneve dhe për deformimin e garës politike. Kjo është një fitore politike e Partisë Demokratike, sepse ne nuk fituam vetëm betejën për mbijetesë, ne fituam betejën për të vërtetën. Dhe sot, në një Shqipëri të paralizuar nga korrupsioni dhe të marrë peng nga një organizat në pushtet, propaganda vazhdon t'i bëjë gjyqin opozitës. Na pyesin ne pse nuk fitojmë kundër bandave. Na pyesin ne pse nuk fitojmë kundër makinerisë shtetërore. Na pyesin pse programi nuk e mund thesin e miellit. Na pyesin pse nuk jemi më të fortë se ata që blejnë vota, kërcënojnë administratën dhe deformojnë vullnetin e qytetarëve. Ndërsa raportet ndërkombëtare flasin për standarde të cënuara zgjedhore, propaganda kërkon farsën të zgjedhjet e Partisë Demokratike. Por askush nuk na tha kurrë se kjo betejë do ishte e lehtë. Të dashur demokrat, sot askush më mirë se Partia Demokratike nuk mund t'i jap shpresë Shqipërisë, sepse vendi sot drejtohet nga një njeri që mes Ballukut dhe Shqipërisë zgjedh Ballukun.
mes integrimit europian dhe narkoregjimit zgjedh narkoregjimin, mes shtetit ligjor dhe pushtetit personal zgjedh pushtetin personal. Është një kryeministër që vjedh Shqipërinë për të blerë zgjedhjet dhe blen zgjedhjet për të vazhduar të vjedhë Shqipërinë. Prandaj, sot betejë jon nuk është vetëm një betejë për pushtet, është një betejë për të rikthyer normalitetin demokratik, është një betejë për të kthyer shqiptarëve besimin se ky vend mund të qeverisë ndryshe. Dhe sot, mes nesh dhe atyre që kanë marrë peng Shqipërinë, ekziston një dallim i madh. Ata janë në aleancë me krimin, ndërsa ne jemi në aleancë me qytetarët, me Shqipërinë, me demokratët dhe shqiptarët. Me burrin që rrëzoi një regjim, me liderin që anëtarsoi Shqipërinë në NATO, me njeriun që liberalizoi vizat, me patriotin që afroi më shumë se kushdo tjetër Shqipërinë me Kosovën, me kryeministrin që dyfishoi pagat dhe pensionet, dhe me misionarin të cilit demokratët i dhanë sërish besimin e tyre për të udhëhequr betejën finale kundër këtij regjimi. Sot u themi shqiptarëve se nuk janë të dënuar të zgjedhin përjetësisht mes korrupsionit dhe dorëzimit. Tu themi se politika nuk është patronazhim, nuk është blerja e votës, nuk është pazar me krimin. Politika nuk është propagandë që mundohet të zëvendësojë realitetin. Politika është shërbim, është përgjegjësi, politika është besim. Dhe Partia Demokratike ka detyrimin historik t'ia rikthejë këtë vlerë Shqipërisë. Tu themi se Partia Demokratike që rrëzoi regjimin e etërve, do të rrëzojë edhe regjimin e bijve të tyre. Le të jetë riportëritja jon edhe riportëritja e Shqipërisë. Faleminderit. Faleminderit zonja Vata. Ftoj në podium zonjën